Qelizat prokariote janë më të thjeshta se ato eukariote. Prokariotët mendohet se janë organizmat më të vjetër në tokë dhe mund të jenë shfaqur 3.5 miliard vjet më parë. Këto organizma kanë jetuar të vetëm në planet për 1.5 miliard vjet, derisa u shfaqën organizmat eukariot. Tashmë e dimë se të gjithë organizmat e gjallë janë ndërtuar nga qelizat. Pavarësisht larmisë së madhe të organizmave dhe të qelizave të tyre, sot në botën e gjallë ekzistojnë dy tipe qelizash: qeliza prokariote dhe qeliza eukariote. Organizmat e formuar nga qeliza prokariote janë bakteret dhe arket. Këto janë organizma njëqelizor. Ato gjenden pothuajse kudo në tokë dhe janë shumë të rëndësishëm për ekzistencën e jetës në planet. Disa lloje mund të jetojnë në kushte ekstreme të temperaturës dhe shtypjes. Trupi i njeriut është plot me baktere dhe ka 10 herë më shumë qeliza bakteresh sesa qeliza të vetat. Shumica e baktereve nuk janë të dëmshme, madje një pjesë e tyre janë të dobishme, por ekziston një numër i vogël llojesh bakteriale që shkakton sëmundje tek njerëzit, tek kafshët dhe tek bimët. Ndërtimi i qelizës prokariote. Qelizat prokariote janë shumë të vogla. Ato kanë forma të ndryshme, por 3 janë format bazë: qeliza në formë shkopi, në formë sfere dhe në formë spirale. Ashtu si çdo qelizë, edhe qeliza prokariote është e rrethuar nga një membranë plazmatike e cila e ndan mjedisin brenda qelizor nga ai jashtë qelizës. Membrana plazmatike e qelizave prokariote, ashtu si dhe e qelizave eukariote, shërben si rrugë kalimi për lëndët nga jashtë qelizës brenda saj dhe anasjelltas. Por membrana nuk lejon që përmes saj të kalojë çdo lloj molekule, prandaj thuhet se është gjysmë e përshkrueshme. Shumica e qelizave prokariote në anën e jashtme të membranës plazmatike ka një mur qelizor. Ai është i fortë dhe përcakton formën e qelizës. Në brendësi të membranës plazmatike ndodhet citoplazma, një material gjysmë i lëngët ku ndodhin të gjitha reaksionet kimike qelizore. Citoplazma përbëhet kryesisht nga ujë, ku janë të tretura molekula dhe makromolekula të ndryshme. Në citoplazmën e qelizave prokariote ka edhe grimca të tjera të patrecshme si ribozomet, për të cilat do të flasim në vazhdim. Gjithashtu, në një vend të caktuar në citoplazmë ndodhet molekula e ADN-s, e cila mbart informacionin për formimin e të gjitha proteinave të qelizës. Molekula e ADN-s në qelizat prokariote nuk është e veçuar nga citoplazma me membranë, sikurse ndodh në qelizat eukariote. Ky përbën dallimin kryesor midis këtyre dy tipave të qelizave. Strukturat e specializuara të qelizave prokariote. Disa qeliza prokariote kanë edhe struktura të tjera që u japin përparësi në krahasim me qelizat e tjera që nuk i kanë. Kështu disa qeliza prokariote apo baktere në anën e jashtme të murit qelizor ka një mbështjellje tjetër të përbërë nga karbohidrate që quhet kapsulë. Megjithëse qelizat mund të jetojnë pa kapsulë, ajo është një përparësi për qelizat që e kanë. Në disa raste kapsula i mban qelizat e baktereve që shkaktojnë sëmundje nga sulmet e sistemit imunitar të organizmit që kanë infektuar. Disa qeliza i mbron nga tharja, por ka edhe raste kur kapsula i ndihmon qelizat e baktereve të ngjiten në një sipërfaqe. Shumë qeliza bakteriale janë të lëvizshme dhe këtë e bën të mundur flagjeli. Ky është një zgjatim i formuar me proteina që ka formën e një spiraleje. Flagjeli rrotullohet dhe zhvendos qelizën. Disa qeliza bakteriale kanë në sipërfaqen e tyre edhe disa struktura në formë fijesh, më të shkurtra se flagjeli dhe më të shumta në numër. Ato quhen piluse dhe i shërbejnë baktereve për të njohur qeliza të tjera dhe për të ngjitur në sipërfaqe të ndryshme.